Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga Poliklinika Dentare Apollon Tetov, qendra juaj stomatologjike. Vrapçishti është një fshat i vogël por i rëndësishëm në rajonin e Pollogut në Maqedoninë e Veriut. I vendosur në një zonë të bukur natyrore, ky fshat ka një histori të pasur dhe është i njohur për traditat, kulturën dhe mikpritjen e banorëve të tij. Me kalimin e kohës, Vrapçishti ka ruajtur identitetin e vet dhe ka vazhduar të jetë një qendër e vogël rurale, me një mënyrë jetese të qetë dhe të lidhur ngushtë me natyrën. Emri Vrapçishtit ka origjinë të vjetër dhe lidhet me zhvillimet historike të kësaj zone. Ky fshat ka ekzistuar për shekuj me radhë dhe ka qenë një vendbanim i rëndësishëm për komunitetet, që janë marrë kryesisht me bujqësi dhe blegtori. Në të kaluarën, fshati ka pasur ndikime të ndryshme kulturore dhe historike, duke qenë një vendbanim strategjik për banorët e Pollogut. Ekonomia e Vrapçishtit është kryesisht e bazuar në bujqësi, blegtori dhe tregti lokale. Shumë familje merren me kultivimin e drithrave, perimeve dhe pemëve frutore, ndërsa të tjerë kanë zhvilluar blegtori duke rritur gjedh, si dele dhe dhi për prodhimin e qumshtit dhe mishit. Në vitet e fundit, disa banorë kanë filluar të investojnë në bujqësi moderne, duke përdorur teknologji më të avancuara për të rritur prodhim. Një nga aspektet më të bukura të Vrapçishtit është kultura dhe traditat e tij. Banorët janë të lidhur me zakonet e tyre, të cilët ruhen dhe përcillen brez pas brezi, dasma tradicionale, festat fetare dhe ngjarjet kulturore janë një pjesë e rëndësishme e jetës së komunitetit. Muzika dhe vallet popullore janë gjithashtu një element i rëndësishëm i identitetit të këtij fshati. Vrapçishti ndodhet në një zonë të bukur natyrore të rrethuar nga fusha dhe kodra të gjelbra. Ajri i pastër dhe klima e butë e bëjnë këtë vend një zonë ideale për bujqësi dhe një ambient të këndshëm për banorët. Afërsia me qytetet e mëdha si Gostivari dhe Tetova ju mundson banorëve të kenë qasje të lehtë në tregjet dhe shërbimet e nevojshme. Vrapçishti është një fshat me histori të pasur, tradita të forta dhe një jetë rurale që vazhdon të ruajë vlerat e veta. Banorët e tij janë të lidhur ngushtë me tokën e natyrën, duke mbajtur gjallë kulturën dhe mikpritjen që e karakterizon këtë zonë të Pollogut. Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga Poliklinika Dentare Apollon Tetov, qendra juaj stomatologjike.